Nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Shkodër mbërritën në ditën përmbyllëse të kampionateve pranverore për lojrat me dorë. Ata u bashkuan para ditën e së martës në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, nën kujdesin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia dhe Zyrës Vendore të Arsimit pranë Bashkisë Shkodër. Për gjitha disiplinat që u angazhuan në kampionatet pranverore, siç janë basketbolli, meshkuj dhe femna, volejbolli që ka finalet sot, mini futboll dhe gara me patina për meshkuj dhe femna. Faslia thekson se në kampionatet pranverore u angazhuan 10 shkolla, duke krijuar kështu një atmosferë dhe një lëvizje sportive mjaft breslënse. Kjo ka zgjatë mbi një muaj e gjys dhe sot është faza përmbyllëse. Kemi pas mbi 40 shkolla të përfshime dhe të cilë që e rastit i falenderoj, sepse ka qenë një aktivitet i gjatë, i shtrim shumë kohë dhe ka pas nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e këtyre institucioneve arsimore, në veçanti mësuesave të edukimit fizik. Në përfundim të aktivitetit përmbyllës u shpërndan çmime dhe certifikata për nxënësit dhe shkollat që u dalluan më shumë gjatë kampionateve pranverore. Ajo që vlen të theksohet është se veprimtari të tilla motivojnë qindra nxënës për të bashkuar në lëvizjet sportive, siç janë kampionatet pranverore.